Skuadra e Arsimit të Çegranit ka shkruar historinë pasi për herë të parë do të luajë në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut. Për këtë sukses, skuadrës ju bë pritje madhështore në Çegran. Armata e Verdhëzisë së bashku me banorët e Çegranit dhurua një spektakël të vërtet gjatë festës. Ishte sfidë dhe sakrificë, por me punë arrihet gjithçka. U shpreh trajneri i klubit futbollistik Arsimi Vildan Saliu, i cili arriti që këtë skuadër brenda disa vitesh ta çojnë nga Liga e 4 në të parën. Ne jemi shumë të lumtur dhe shumë krenar që me shumë mund, me shumë sakrificë kemi ardhur deri këtu. Sigurisht këtë kena paramendore disa intervista tjera këtu në televizionin tuaj, sepse ne kena shkuar ndeshje pas ndeshje, kena vlerësuar çdo ndeshje, i angazhuar në çdo stërvitje që me dhon maksimumin dhe suksesi jon ka 3 fjalë: përkushtim, angazhim dhe shumë seriozitet. Për rezultatet e deri tanishme në klub, trajneri Saliu shpreh falënderim të veçantë ndaj diasporës së Çegranit, e cila ka qenë financuesi kryesor i Arsimit. Meritat më të veçanta shkojnë për diasporën tonë të nderuar, për shkak se ju dini Liga e ditë ka një kosto shumë të madhe që duhet të mbulohet dhe ne realisht pa ndihmën e tyre nuk do të kishim arritur këtu ku jemi. Unë e kum thonë edhe në shumë deklarata tjera sepse rrota lëviz e klubi tonë janë diaspora, qoftë ato në Zvicër, në Gjermani, Austri, Itali, që mos harroj dënjë mos përmendi. Prandaj kjo moment historik u dedikohet atyre sepse vërtet ato kanë merituar. Krahas asaj se ato kanë një jetë shumë dinamika që ne gjithë e dim, ato ndajnë kohë për Arsimin, gjithmonë kontaktojnë me njerëz, bisedojnë me njerëz që të mundet sa më shumë të grumbullojnë mjete për ne. Por realisht edhe ato kanë pas pak lek kur kanë një ekip si që jemi ne, ku në çdo ndeshje, në çdo stërvitje kemi dhënë maksimumin që të mund të arrijmë sot këtu ku jemi, që klubin tonë ta shohim në Ligën e parë. Presidenti i klubit futbollistik Arsimi Amir Bilali thekson se pas gjysmë shekulli nga themelimi, kjo arritje është më shumë se histori për Çegranin dhe jo vetëm. Suksesi është aq i madh sa gjithë sakrificat e gjithë lojtarëve, stafit, tifozëve dhe gjithë personave që kanë dhënë kontributin më të vogël për Arsimin prej vitit 1973 deri më sot, për atmosferën, suksesin, më shumë se fjalët, flet atmosfera e sonshme, e cila është e gjitha spontane, por mbi të gjitha flet për gjitha sakrificë, punë, mund që e kemi bërë tash disa vite me radhë për ta parë klubin tonë në këto nivele të cilat vetëm ne dhe gjithë tifozët që na ka përkrahur dhe mbështetur i kemi besuar. Bilali thot se skuadrat e Ligës së parë do ta kenë fatin të luajnë nga sezoni i ardhshëm me një ekip sikurse Arsimi. Unë them kështu, Arsimi ka qenë surprizë e bukur e mrekullueshme që nga Liga e 3. Ishte po e tillë edhe në Ligën e 2 dhe çdo moment dhe do zoti që do të jetë e tillë edhe në Ligën e parë. Ne në Ligën e parë mbi gjitha pretendojmë të jemi një ekip shembull, një ekip mikpritës dhe mbi gjitha një ekip me të cilët skuadra tjera do të kënaqen duke luajtur futboll dhe do ta shijojnë sportin më të bukur në botë. Futbollistët aktual të Arsimit ndjen krenar që pikërisht gjatë kësaj periudhe kur ata mbajnë ngjyrat e kësaj skuadre, ajo shkruan histori. Sonde nuk ka fjalë, sonde vetëm e shijojmë. Jemi shumë krenar të lumtur për këtë sukses historik. Pas 52 viteve Arsimi kuadrohet në Ligën e parë. Përveç këtyre, tjetër s'na ka ngel. Asgjë përveç se të festojmë sonde dhe ta shijojmë këtë histori. Është një ndërsi shumë e mirë dhe shumë e bukur. Falë lojtarëve dhe diasporës jemi këtu ku kemi mri. Dhe inshallah është një vit historik për ne. Dhe duhet të japim edhe në Ligën e parë maksimumin që të festojmë edhe atje sa më shumë. Urim për këtë arritje të madhe për Arsimin ka ardhur nga lidhja futbollistike komunale e Gostivarit. Kryetari i saj Berat Ismaili thot se Arsimi dëshmoi se është një skuadër me cilësi të larta. Fillimisht në emër të kryesisë të lidhjes futbollistike komunale të Gostivarit,
Urojmë Arsimin për ngjitjen në elitën e futbollit tonë vendor. Padyshim duhet theksojmë se ky sukses vjen si rezultat i përkushtimit të kryesisë, stafit teknik, lojtarëve dhe gjithashtu duhet mos harruar mërgjimtarët që ka qenë gjithmonë aty kur është dashur klubit futbollistik Arsimi. Festës së Arsimit në Çegran u bashkangjitën dhe figura të ndryshme publike, mesin e tyre kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani. Ai tha se pushteti lokal do të vazhdojë të mbështesë këtë skuadër në çdo formë, pasi ajo nuk është vetëm krenari e Çegranit, por e çdo gostivarasi. Erdha këtu që bashkangjitem Çegranasve dhe gjithë gostivarasve për këtë sukses të KF Arsimit. Arsimi do të jetë në ligën e parë në sezonin e ardhshëm. Edhe unë erdha edhe si kryetar, po edhe si gostivaras në fillim të gëzohem këtij suksesi, por gjithashtu edhe që dërgojmë mesazh se ne si administratë komunale do të mundohemi maksimum që gjithmonë të qëndrojmë pranë atyre edhe në sukseset e radhës në ligën e parë. Ndryshe, Arsimi ka siguruar një vend në elitën vendore për sezonin e ardhshëm në gjirën e fundit të luajtur në ligën e dytë, pasi triumfoi ndaj Vardar Negotinës me rezultat 0-4 dhe arriti ta mbyllë sezonin në pozitën e dytë në renditje me 65 pikë, po aq sa ka dhe kampioni Makedonia Gjorçe Petrov.